Përshëndetje të nderuar qytetarë, përfaqësues të bashkisë, dhe pjesëmarrës të Këshillit Bashkiak. Sipas njoftimit në Sekretaria e Këshillit Bashkiak, sot 24 janar 2025 zhvillohet mbledhja e Këshillit Bashkiak të Radhës. Paraprakisht, para se të fillojmë në emrin e ditës, kërkojmë Sekretarisë Prezente, Sekretarinë lutem. Përshëndetje të nderuar anëtar të Këshillit Bashkiak, mirë se keni ardhur në mbledhjen e radhës të Këshillit. Përshëndetje administratës për prezencën tuaj në këtë mbledhje. Përshëndetje të gjithëve dhe i nderuar kryetar të legjitimuar këtë mbledhje Këshillit, komunimi i këshilltarëve është i plotësuar. Unë të bashkë. Faleminderit. Atëherë, pasit me emrin e ditës, Hell votim për zërbalin e mbledhjes së Këshillit Bashkiak të Radhës. Kush është pro? Faleminderit. Kundra? Ska abstenim? Ska miratohet. Sot kemi miratimin e mandateve të dy anëtarëve të Këshillit Bashkiak, Stajmir Kurti dhe Albana Gjika. Sipas proceduar dhe ligjit fuqi, ligjit për pushtetit vendor, kryetari i Këshillit ose drejtuesi i seancës lexon tentohen mbledhjen tim, se do të kryhen ndërgjegjjet e kryer anëtarë të Këshillit Bashkiak dhe do të bindet kushtetues dhe ligjit. Betohem se në gjithë pajtimet do të udhëhiqen nga interesat e shtetit të bashkisë, dhe do të punojmë me dëshmëri dhe përkushtim për zhvillimin dhe rritjen e qenies së tyre. Betohem. Faleminderit. Betohem. Faleminderit. Pas rëndë të ditës. Projekt vendim numër 01 datë 25/2025 për dhënien e ndihmës financiare për djegje banese. Tani ne kemi bërë edhe herë tjera si procedurë. Mendoj që mos ndalin këto përgatitur të detyrimit për të dhënë shpjegime, kush ka pyetje konkrete që përgjigj secili pyetje që ka paqartësi pyetje nga shqiptarët. Në projekt vendimin e njohur, e kemi edhe përpara dhe e njohur, ka kush pyetje nga qytetarët se kush është çfarë sa është etj, apo janë qartë. Nuk ka pyetje, atëherë hedhim votim kush është për? Po, kundra? Nuk ka abstenim, nuk ka miratohet. Projekt vendim i radhës. Projekt vendim numër 02 datë 25/2025 për miratimin e listës së përfituesve të vlerës subvencionit QEAS për ato familje në nevojë që nuk mund të përballojnë QEAS për vitin 2025. Po, jo, para se të dalësh aty, po mund të vish përpara. Kush ka pyetje? Do të lutem, nëse keni pyetje, nuk mos u ngëroni të bëni pyetje edhe pa qartësi të çajsoj. I kemi të gjithë përfaqësuesit të bashkimit të zyra konkrete që kanë ndërtuar relacionin, kanë bërë fali për vendimin, kanë ndërtuar relacionin. Nëse keni pa qartësi, e keni gati të lëmë shpjegim me gjithçka kush ka. Nëse s'ka, s'kemi pse unë kohë. Ka kush pyetje? Nuk ka, edhe më të kush është pro? Po, kundra? Nuk ka. Abstenim? Nuk ka miratohet. Projekt vendim numër 07, datë 21/2025 për miratimin e listës së familjeve që përfitojnë nga programi i strehimit social, përmirësimit të kushtet të banimit për komunitetet e varfër dhe të favorizuar për vitin 2025. Po, kemi nga shqiptarë pyetje. Jemi qartë. Votim, kush është pro? Po, kundra? Nuk ka abstenim, nuk ka miratohet. Projekt vendim numër 08 datë 21/2025 për miratimin e listës së subvencionit procedurës në fund pa leje, të preke nga realizimi i projektit kthimi e hapësirave të mëdha të qytetit në një park publik të gjelbëruar, ndërtimi i kadrëve të lojave, sipas parashikimeve të VKM-s numër 409 datë 15/6/2022, për rregullat, mënyrat dhe afatet e ndërtimit të procedurës të ndërtimit pa leje që nuk legalizohen. Kemi pyetje nga qytetarët? Po. Atëherë, në lidhje me këto projekt vendime të cilat kalohen nga Këshilli Bashkiak, por dhe nga ato që përgatiten, nisur dhe nga rastet e fundit të disa qytetarëve të Bashkisë Kampës, të cilët
kanë ngritur shqetësimet e tyre për prishjen e banesave për shkak të investimeve nga bashkia, qoftë për rrugë, qoftë për parqe, qoftë për zulish. Se vrau kishin ishte dhe parqa ato që është Prishtia nuk është Projekt vendim numër 09, datë 21/5/2025 për dhënien e përqindjet për përdorimin e punës për përcaktimin e vetë grupit të kafshët në territorin e bashkisë Kanësh. Pyetja lidhur sa më për këtë, sepse jam një marrë kemi kohë që ka ditë shqiptar. Ne kam që mandatin e parë për qendrën e atësake të IPE kafshë. Dhe bashkia ka gjetur vendin se ku është, e kemi relacionin shpjeguese ku është 500 metra katror. Dhe është menduar që gjithë kafshët në atësak që janë pa zotë të tjerë të bashkia sipas akteve në fuqi, marrë masat për ekzekutimin dhe për të vendosur në këtë vend të përcaktuar. Ka kush në këshilltarët në pyetje? Është vendosur për ekzekutimin e këtyre kafshëve në atësak? Vetëm vendi, jo se ekzekutimin dhe grupos. Ekzekutimin në punë të e ke shkutuar ose se ka mosur që nuk ka shpërë unë sa. Ja, ashtu nuk ka se them. Ata nuk kanë bashkë, kanë nevojë sepse janë shumë qartë për këtë përmes të kafshëve personale që mund ta shpjegoj tamam. Ne ato vetëm vendin. Të gjithë procedurat e janë kesh në tagin tonë. Po është vetëm vendi se ku do shkojnë. Po, kundra 1. Abstenim nuk ka vjeratohet. Vazhdojmë me projekt vendim në radhës. Projekt vendim numër 10, datë 21/5/2025 për disa ndryshime në vendimin numër 120 datë 19/2024 të Këshillit Bashkia Kanës për sistemin e taksave të tarifave vendore në Bashkinë e Kanës. Shumë shkurt, s'kam nevojë të më shumë dhe ata me ty çfarë do dalësh. Dhe se kaloj për vendimin. Kemi të bëjmë me ca vende, lavazhe të cilat e merr sot një lavazhe e hapa ashtu e hanë mbyll për 2 muaj, ndonjë taks vjetore që është 5.000 lekë të reja, dhe është për lavazhet për të vendet e reparimit të makinave tjerë që e merr 2 muaj e mbyll sot e hap nesër prapë edhe nga ngel 5 vjetur. Kjo tash e ky projekt vendim do të hiqet ajo pjesë ka 5.000 lekë të reja, po e heqëm me këshillin maqinës votohet normalisht, edhe do kalohet tek tatim taksat. Ai të tatim taksat një biznes që ka më shumë se i vit, se unë keni qenë një pjesë këshilltarë që ka atuar mandatin e parë për të institucionit tjetër, që bizneset e vogla në territorin e Bashkisë Kombëtare nuk paguajnë taksa për një vit. Dhe në këtë sens do kalojë tek tatim taksat, nëse kalon një vit atëherë do trajtohet për këtë verë. Nëse jo, nuk ka. Ajo do të thotë kush është prap? Po, kundra nuk ka abstenim, nuk ka vjeratohet. Projekt vendim numër 03 datë 20/5/2024 për miratimin e kriterëve për trajtimin me ndihmë ekonomike për familjet në nevojë nga buxheti i Bashkisë Kanës për vitin 2025. Pra, ky është një projekt vendim që trajton me kriteret të cilët plotësojnë. Ne kemi nga bashkia? Po, ka kush pyetje? Dhe nuk do të sa i qartë. Pra janë kriteret, nuk janë enda pas personat, janë kriteret që vjen për gjatë gjithë vitit. 2025, ata që plotësojnë kriteret të cilët kemi për delegacionin klasifikohen, të tjerë nuk klasifikohen. Nuk ka, s'ka nevojë se s'ka pse. Atëherë edhe votim kush është prap? Po, kundra nuk ka abstenim, nuk ka vjeratohet. Vendim numër 04 datë 20/5/2024 për miratimin e kriterëve për dhënien e ndihmës ekonomike gjatë vitit 2025 për familjet që janë përfituar nga sistemi i fiksimit të 6%. Ne kemi pasur kemi ndaluar disa herë. Se cilat do të trajtohen nga administrator publik. Ka kush pyetje? Nuk ka, edhe do të kush është? Po, kundra? Ka, abstenim? Nuk ka, vjeratohet. Numër 05, datë 20/5/2025 për dhënien e ndihmës ekonomike për familjet në nevojë nga buxheti i bashkisë. Tani kemi të bëjmë ndihmë ekonomike për këtë muaj. Ka kush pyetje? Nuk ka, edhe do të kush është prap? Po, kundra? Nuk ka, abstenim? Nuk ka, vjeratohet. Projekt vendim numër 06 datë 21/5/2025 për miratimin e listës familjeve që janë rekomanduar nga administratorët shoqëror për trajtimin në fond 6% të blok ndihmës ekonomike. Ka pyetje?
S'ka diskutime? Jo, ajo dhe votet, kush është për? Pa, kundra? Nuk ka. Abstenim? Nuk ka. Një atohet.